Mëngjes, nga pushimi i shoferit, Lushe, radhë kilometrike 7 km nga Lushe deri në pushim shoferit. Rruga që ikën për Vlorë, si gjithmonë, ju e dini, çka që bën gjithmonë burimet e aksidentit në këtë zonë të frikshme. Tani sa u hoq makina aksidentit dhe vazhdojnë radhët dhe njerëzit presin prej 7 km. 7 km. Se, ju dini që vetëm 200 metra më larg se këtu, përpara meje, po dhe shikoni, është ura prej betoni. Ura prej betoni, që para 2 muajsh i bëra thirrje përpara Ballukut, dhe pas tani Karakacit, që mos e marrni vende për të fut lek xhep, ormi. Po të bëni një rrugë anësore dhe jepni zgjidhje këtyre qytetarëve se zgjuna. 7 km për shkurt oligarkët do presin sot njerëzit dhe kjo ndodh dhe çdo fundjavë. Një urë, pra një mbikalim që ekziston dhe 2 rrugë anësore që s'kushtojnë asgjë, as kohë, as lek shtetit shqiptar, që nuk asnjëri nuk e çak kokën. Prandaj shiko si është këtu, shiko si do jetë sot, shiko si do të jetë gjatë gjithë beharit. Një burim këtu, burimet e aksidentit janë të përditshme, vdekjet janë të përditshme, jetët që merren janë pothuajse të përdit. Aksidentet ka me persona lënduar, pastaj mund të kemi edhe 4 apo 5 ditë. Ky është aksi dhe kryqëzimi më i tmerrshëm që ka Shqipëria.